Markat së fundmi tani po fusin edhe këto mënyrën për t'i kontrolluar direkte me NFC. Ka një aplikacion NFC apo kodin? NFC. Për shembull, kemi Must Knuckles'in, që është një produkt me cilësi jashtëzakonshme. Ky është cilësi e mirë se pas kam dëgjuar. Cilësi shumë e mirë, është një markë kanadeze e fokusuar ke xhupat, to për shembull, kanë NFC-n këtu. Në momentin që afrojmë vetëm afron telefonin, kjo direkte të çon pra vetëm ti checking authenticity, nuk të çon tek website-i i Must Knucklesit të dyqani online. Dhe këtu thot good news, your item is 100% authentic. Lajmi i mirë, produkti juaj është 100% autentik. Pra ti nuk ke nevojë, nuk e nxjerr të skanosh po themi kodin e kësaj në brendësi, po vetëm e vendos tek etiketa. Vetëm vendos telefonin e kanë të gjitha markat. Së fundmi po e fusin dhe markat e tjera, po kjo është një nga markat e para që e ka. Domethënë një njerëz që ka telefonin në dorë dhe mund vi ta kontrollojnë sekond dhe ka konfirmimin që është origjinale apo jo. Po kur është falso çfarë i thot? Falso përgjithësisht çka bën re çon ke website-i. Po marrim shembullin edhe kjo nuk duhet bërë. Pra nëse falso të çon te website-i i kompanisë që është website i hapur për gjithë. Po, mund ta marrë çdo kush atë domenin, atë emrin e website-it ta vendosë aty. Kjo nuk e bën këtë gjë, se kjo të konfirmon po ose jo, është apo s'është autentike. Kurse falsoja të çon thjesht tek website-i, te e-commerce i markës përkatës. Po mirë, kjo që nga një mënyrë shumë e mirë për të dalluar. Edhe këto kompanitë e mëdha kanë përshtypjen e kanë bërë nga shqetësimi që kanë pasur për falsove. Po. Do të thënë direkt konfirmimin. Good news, your item is 100% authentic.